Pas një errësire të gjatë që kishte mbuluar vendin si një re zezë, 4 nëntori vitit 1990 do të ndiste dritën që kishte qëndruar e mbyllur në zemrat e shumë shqiptarëve. Gavarrezat katolike të Rmajit, meshtari Dom Simon Jubani kremton meshën e parë të lirisë, që mbylli kapitullin e Shqipërisë ateiste nën diktatin e komunizmit dhe i hapi rrugën shprehjes lirisht të besimit. Në tokën martire nisin të qelin filizat e parë, ato që për 50 vite ishin shkelur me këmbë, gjakosur e persekutuar në formën më të egër. Për kishën katolike mbi supe ishte ngarkuar një barë e rëndë, ajo e rimëkëmbjes e kapërcimit të tallazeve që kishte shkaktuar ai regjim. Do të ringrieshin thuajse nga e para objektet e kultit, përgatitja shpirtërore e fetare e meshtarëve të rinj që do t'jepnin kontributin e tyre në një vend të dalë nga ateizmi i egër, ku besimi ishte praktikuar vetëm në fshehtësi. Një vit pas meshës së parë, në 8 korrikun e 1991-shit, Imzot Nikol Droshani, i peshgri vetëm katolik që kishte shpëtuar gjallë nga hierarkia e paradiktaturës komuniste, aso kohë 76 vjeçar, do të vizitonte Vatikanin. Ai pritet në audiencë nga Papa Gjon Pali II dhe e fton shenjtërinë e tij të vizitojë Shqipërinë. Papa i përgjigjet se një vizitë e tillë do të bëhej e mundur në të ardhmen, por pakush e kishte menduar që ajo ditë e shënuar për Shqipërinë nuk do të vononte të vinte, dhe vetëm 2 vite më vonë, në 25 prillin e 1993-shit, Papa Gjon Pali II viziton tokën e Shqiponjave, duke puthur e bekuar dhe unë ku preshin martirët e kishës. Vleze e motra shqiptar, fort e dashur, mirë se ju gjej. Vizita e Atit të Shenjtë në Shqipëri sjell si dhuratë kishës së martirizuar hierarkinë e re të pasdiktaturës, bashkë me bekimin e katedrales së Shën Shtjefnit, që regjimi komunist e kishte kthyer në Pallat Sporti. Papa shuguron 4 i peshqvinjtë e Shqipërisë postkomuniste, Imzot Frano Ylin, Imzot Rok Mirditën, Imzot Robert Ashton dhe Imzot Zef Simonin. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirit Shenjtë, Zoti qoftë me ju. Ati i Shenjtë, me gëzim të madh e gjithë Shqipëria, katolik, ortodoks dhe musliman, ju presin sot. Shqipëria e njohur si tokë e mikpritjes, e besës dhe e burirrisë, i thot me gjithë themër qëntërisë suaj, mirë së vjen kush vjen në emër të Zotit. Vizita e sotme e shëntërisë së suaj na mbush me gëzim të madh. Le të jetë vepra atërore që ju kryeni sot me shëgurimin e peshkëve të parë shqiptar pas këtij mundimi të gjatë, lajmtare dhe filimin për kohë të reja, për kishën katolike dhe për gjithë popullin shqiptar. Vizitën e tij në Shkodër, ku bekoi edhe nisjen e punimeve për kishën e re kushtuar zojës së Shkodrës, pajtores së Shqipërisë, Ati i Shenjtë mbyll me një përshëndetje të veçantë nga balkoni i katedrales, ku bekon popullin e qytetit që vuajti më egërsisht dorën e egër të regjimit, e që i dha kësaj toke martir të shumtë, dëshmitar të gjallë të fesë.
Lui che è principio visibile dell'unità della vostra comunità diocesana. Con gioia ve lo presento, insieme, con il suo ausiliare, Monsignor Zef Simoni. Sot populli shqiptar merren e jashtë atë vot, është thellësisht i nderuar nga prania juaj mes nesh mas salvimit të egër që kaloi. Nuk mund të mos përshëndes një njeri të përvuajtur që ndodhet në mes tuaj. Është Nën Tereza, të gjithë e din nga vjen, cili është atveu i saj. Atveu i saj është këtu. Më pas nga Tirana, Papa Gjon Pali II u lut që populli ynë të ecë përpara e të shohë ditë më të mira drejt një të ardhmeje që jep Shqipërisë besimin dhe forcën për të gjetur shumë çka kishte humbur nga e shkuara e errët. Në këto vizita i shoqërohej nga gruaja me trupin e vogël por shpirtin e madh, humanistja, sot shenjte e kishës Nën Tereza e Kalkutës, bija e këtij kombi që padrejtisht regjimi i mohoi të drejtën edhe të një takimi të fundit për së gjalli me prindërit. Vlezë e motra shqiptar, ju përshëndes zemërsisht. Sono venuto tra voi per adempiere la mia missione. Erdha mes jush për të përmbushur misionin tim si pasardhës i apostullit Pjetër në shërbim të kishës universale, për të dëshmuar besimtarëve kaq shumë të sprovuar solidaritetin e bashkëvëllezërve të tyre të njëjtit besim, të shpërndar kudo në përbot. Kam ardhur mes jush për të shprehur respektin tim vllazëror dhe bashkësive të ndryshme fetare që jetojnë këtu prej shekush, bashkësia e krishterë ortodokse dhe bashkësia myslimane, të cilave ju drejtoj një përshëndetje të përzemët. Kam ardhur për t'i shfaqur çdo shqiptari admirimin dhe mbështetjen time në këtë periudhë delikate të shndrimit historik dhe të ripërtëritjes aq të dëshiruar shoqërore dhe shpirtërore. Liria, kur përdoret ashtu si duhet, nuk i trembet çrregullimit shoqëror. Besimi i çiltërt në të vërtetë nuk i përçan njerëzit, por i bashkon, edhe pse me veçori të ndryshme. Asgjë më tepër se sa feja na kujton se në qoftë se kemi të gjithë një krijues të vetëm, jemi edhe të gjithë vëllezër. Liria fetare është kështu një kështjell kundër totalitarizmit dhe një kontribut vendimtar për vllazërimin njerëzor. Shqipëri qëndron në lartësinë e kësaj sfide historike. Udha që ke përpara nuk është as pak e lehtë. Ende ka plagë të pambyllura. E kaluara le të shërbej si mësim, por kur të mos shty në hakmarrje, se tani është koha për të shikuar me besim të ardhmen. Shumë e madhe është detyra që të pret, së cilës ti Shqipëri tashmë i ke dhënë një hov me zell të lavdërueshëm. Përpjekjes për imërkëmbjen ekonomike, mëse e nevojshme për të siguruar të gjithëve punën dhe çka është me domosdoshmja për të jetuar me dinjitet, i bashkohet shqetësimi për përforcimin e demokracisë tënde të re. Kësaj ripërtëritje rinore të Shqipërisë, Kisha nuk do t'i kursejë ndihmën e saj.
njeriu dhe Zoti nuk i kundërvihen njëri tjetrit. Përkundrazi, njeriu ka një kënaqësi shumë të madhe, pikërisht sepse është krijesë e bërë në ngjashmëri me Zotin. Altissima proprio in quanto creatura fatta a immagine di Dio, popolo di Albania. Popull i Shqipërisë, le t'i ndris hapat e tu dashuria për familjen, shpirti i vllazërimit, mikpritja ndaj të huajt dhe virtytet dalluese të njerëzve të tu, virtyte që përbëjnë thesarin e çmuar të traditës shekullore shqiptare. Della secolare tradizione albanese. Alimenti il tuo coraggio. Feja e besimtarëve tu në një Zot të vetëm, le të ushqej guximin tënd, e së bashku ti përkushtohen e ti shërbejnë drejtësisë dhe paqes. Vulese e motra shqiptar forte dashur. Zoti e ruajt atë feun tullaj. Zoti e mbrojt popullin shqiptar në mbar botën. Në emër të Zotit ju përqafoj, të ju bekoj të gjithve. Miru pafshim. Ju uroj me gjithë zemë, gjithë të mira. Pa dyshim që 25 prilli i vitit 1993 kishte edhe një të veçantë tjetër, pasi në katedralin e Shkodrës atë ditë vetëm 2000 persona patën privilegjin të përzgjedheshin për të ndjekur meshën, e mes tyre edhe kjo grua këtu, e cila është e fiksuar nga kamerat. Katrina Shala është besimtarja katolike që i ka ende të freskëta emocionet kur mori ftesën për të ardhur në Shkodër e për të parë nga afër Papa Vojtilën. Ish mësuesja e shkollës fillore, e cila edhe pse me origjinë nga Shkodra, jeton prej viteve 60 në kryeqytet, e ka të fortë lidhjen me besimin. Aq sa kur e pyet se çfarë ndjeu kur pa Papa Vojtilën nga afër, atë 25 prill, Katrina nuk e kursen mallëngjimin. Më rrita në Shkodër, si me thanë që në darkë, po atë mëngjesin e asaj dite unë nuk do të harroj kurrë. Megjithëse vendi ishte i shkatërruar se është viti 93, rrugët ishin shkatërruar, po ta marrësh këtu nga pamja estetike, por më tuk një ditë aq e bukur sa nuk e përshkruaj. Kishin dalë njerëzit nga të gjitha anët e qytetit për ta pritur. Nuk dija ditë sikur fluturoja. E them sa mirë jam afër papës. Se ka emocione. Një gëzim i madh. Kujtimet i ka të freskëta për këtë ngjarje dhe Dom Gjergj Simoni, meshtari i cili atë ditë patë vëllain të shuguroi peshgov, por që natyrisht nuk kishte si të mos kujtonte vuajtjet e gjata mbi supe që kleri katolik kishte patur nga regjimi diktatorial. Me thanë se do të vinë në një papë në Shqipëni për vizit, të ndoshta nuk kemi mendu. Por se do të vinë liria, po. Pse? Të gjitha diktaturat dikur mbarojnë. Edhe është e rëndësishme. Unë në atë kohë ishe për 2 vjetë e sa që ishe shuguru beshtare. Edhe morë me Baltakinin që kanë marë mos ateist në atë kohë, edhe vube në sheshin të Zoja Këshillit Mirë, se kisha ishte e renume. Pirin Qeldinja, piktar, mori një për figure të Zojës të madhe me kornis, edhe e vuri në atë vend, e papa ull edhe nderoj Zojën e Këshillit Mirë. Për para se marrë në Shkodër, a i ka shku në gjenasan. Edhe atje a lutë. A lutë për popullin shqiptar,
i cili ka vujt, po thuj për 50 vjetë në komunizëm. 25 pridhi, nata e Zojës Këshillit Virë, Papa erdhi në Shkodër, pra, edhe në procesion dolën me meshtartë edhe me ata që do të shugurojshin i Peshkvi. 4 prej cilëve, Monsenjor Frane Ojlia, Baburg Sadesh, Monsenjor Rokmir Dita, Argjipeshkvi i Tiranës, Monsenjor Robert Ashta, edhe mbra Monsenjor Zef Simoni edhe ai Baburg Sadesh në Spaq ma tepër. Hinë në procesion. Telteri i madh, i cili në kujdesin e Dom Nacionoks, është ripertërie edhe njëherë. Kisha e të gjitha ato që ishin janë të nevojshme për një katedrale. Mas shugurimit, dolen në balkonin Argjipeshkvis, e përshëndeti Monsenjor Frana si Argjipeshkvi i Shkodrës. Edhe bane fotografi në prezencën e papës të gjithë i Peshkvit e ri. E papa tha një fjalë ku sheshi o bori i kishë madhe i katedrales pra ishte i mushën plot, tha një fjalë. Vërtet, komunizmi është për ju ka qenë i të vërshëm, por dhe jeta konsumit është shumë e rëndë. E nuk e harroj kur këtë shpreje të papës që sot para 2 vjetëve, 3 vjetëve është pa shajtë. Filip Guraziu ishte kryebashkiaku i parë i Shkodrës Demokratike, që pati fatin të ishte në këtë pozicion, kur qytetin e tij po e vizitonte një personalitet i lartë i kishës katolike, pikërisht ati i shenjtë Papa Gjon Pali. Ai na tregon përgatitjet, por edhe emocionet e asaj dite. Natyrisht kam pas fatin, se kjo ishte një datë historike. Kur njëherë nuk ishte ndodhur që një figurë kaq e madhe të vinte në Shqipëri. Kështu që ishte një rast, një rekord në histori. Fillim kur e morën vesh natyrisht u gëzuam gjithë. Ishte viti, mos harroni që ishte viti 93. Edhe shqiptarët delshin nga një sistem diktatorial drejt një perspektive demokracie, kishte një entuziazëm të madh. Edhe natyrisht kjo për ne ishte një lajm shumë i gëzueshëm. Më kujtohet se për këtë natyrisht u organizu në radhë të parë, u organizu qeveria shqiptare, sepse vizita papës ishte jo vetëm në Shkodër, por në Shkodër ishte të karakterit fetar, por ajo karakterit zyrtar ishte në Tiranë, se do të takonte presidentin e qeverinë e tjera. Kështu që natyrisht mbështetjen e madhe për gjitha gjanët e vuni qeveria shqiptare, e cila mori përsipër edhe financimet, sepse në të kohë bashkia ishte tepër e lodhur nga problemet e financave, dhe më mend që kryetari i organizimit të krejt ceremonisë ishte Koles Topalli. Zoti Koles Topalli në të kohë ishte sekretari i presidencës, edhe natyrisht përfaqësonte edhe presidentin e Shqipërisë që ishte zoti Sali Berisha. Edhe kjo ishte mbledhja e parë që bëm, aty ishin në rang ministror, por unë për Shkodrën dhe kryetari i Bashkisë Tiranës merrshin pjesë sepse me që do të ishin përgjegjës qytetet tona. Edhe këtu më kujtohet një gjë interesante, se ne të Shkodrës kemi një precedent në histori që i fillojmë tana gjanat. Ne në të kohë kur qytetet tjerë Shqipërisë nuk e kishin bën flamurin e qytetit, ne e kishin bën flamurin tonë. Edhe unë kur fola thash ne do të vëmë në Shkodër flamurin shqiptar, flamurin e Vatikanit në përshtylla, po do të vëmë në flamurin e qytetit. Aty pat një ironi nga shumë ministra, të cilët alal nuk e kishin konceptin se qyteti do të kishte flamur. Pra, ky ishte niveli jonë që kishim në atë kohë. Dhe u caktua dhe data, natyrisht erdhen përpara
njerëz nga Vatikani, erdhen përpara me pa dhe situatën, sepse ishte problemi se ku të tulet helikopteri. Edhe i kishin thënë që helikopteri mund të ulet në stadium. Mirë po ambienti që i panë të rreth stadiumit, se edhe sot nuk është, as atëherë s'ka një rregullt, as sot nuk ka i rregullt rreth stadiumit, aty nuk i pëlqeu fort. Atëherë i sugjeruam divizionin. Divizioni ishte shumë i rregullt, shumë i majtur mirë në atë kohë, kishte një fushë të madhe për helikopterin që do të ulte, edhe u vendos për divizionin. Natyrisht gjithë rruga nga divizioni drejt rrugës qendrore këtu në pjacën qendrore që do të vite, edhe do të kalote më nga kryqëzimi i Degës Mrençe për me shku te Argjipeshvia, që do të bate, u vendos që rruga zbukurohet me flamuj, me 3 flamuj që kishim me flamurin tonë aty, por edhe me dafina. Me dafina, tradicionale kja jona, edhe me thënë drejtën kujtoj që kishte një mobilizim çuditshëm. Do me thonë, një dashuri e madhe, e gjithëve. Tamam, një gjë shumë e bukur që gjithë shkodrant, tanë shqiptarët, por unë flasë për Shkodrën, ishin bashkë. Do me thonë, kur bëshim mbledhjet, nuk ishe nevojë me thonë një gjë 2 herë. Ishte e kryme puna. Mjaft që të thush, një vullnet i madh, edhe unë i falënderoj gjithë shkodrant, të cilët ishin aq entuziastë dhe aq të rregullt për mi kryer detyrat e veta. Ne gjatë javës përpara patëm bën një javë festive. Ne patëm çfaq një dram lidhje me Nën Terezën. Ne patëm bë të premten, ky do të vite ditën e dielën, në të premten bëm edhe fishekzare në Shkodër për të krijuar entuziazmin, bëm koncert në Shkodër për entuziazmin. Domethënë e përgatitëm atmosferën. Çdo gjë u dukte në rregull. Ishim shumë të kënaqur, të lodhur, po edhe të kënaqur. Kur të shtonë në darkë, Argjipeshvia më thret, edhe më tregon konfidencë që s'du ta deklarojshe, që ardhja e Papës Gjon Pali II nuk do të bëhet me helikopter nga Tirana, por do të vinë me makinë. Kjo prishte krejt programin. Se në vend që ti ishte pritja të divizioni, duhet zhvendos. Duhet zhvendos pritja, ishte ora, njerëzit ishin të marrum. Të lodhën, të raskapitun, tanë në përshpijet e tyne këshin shku, hati të zirë edhe herë të që tanë natën, me spostu banderolet e me bëdjanët. Natyrisht, nuk arrit mu përgatit ajo që duhesh, por me gjithate, podiumi shkoj, atë sheshi për para kishe zoj su regullu mas mirit, edhe në fakt ne e ndërum vetën tonë. Unë pata fatin e madhë që aty i thash mirë se ardhja, ishe i vetëm kur i thash, me që kryetari i bashkisë përfaqëson popullin e vendit, e kjo ftesa mikpritja më madhe është e popullit, nuk ka nder më të madh kur të pret populli. Edhe aty me 2-3 fjalë i thash jena shumë të nderuar që na ke ardhur në Shkodër, ka ditë e madhe etj. Mandej ne kishim organizuar 2 fëmijë, një të cilët është vajza jeme dhe djali Gjovalin Stefës, ishin moshetar, që t'i japin peshqeshe, tub me lule, edhe i dham edhe ato krenarin tonë që kemi ne punimin me filigram në argjenti, ja dhame që i kështë bënë të njërë dhe vani, edhe ja dham shpatën e Skënderbeu, natyrisht vogla, shpatën dhe një kryq, si me thonë si simbolet e Skënderbeut, të traditës shqiptare, gjitha djonat, edhe unë pata rastin mi thonë këta fjalë. Ne menojmë, kemi bindje që vizita juj dhe të ndrojmë fatin e shqiptarëve. Edhe unë e kishe këtë bindje, sepse me të vërtet ishe gjë shumë e çuditshme për ne. Nga një vend i harrum që kena kenë histori, i harrum fare, të shi bëna protagonista. Ardhe atina bëni protagonista. Edhe mos harroni se ky përqendrim që pat ai tek ne, kjo vëmendje e madhe, mrapa, ju e dini, mrapa u pasu edhe me problemet e forcimit shqiptarizmit në Ballkan, erdhi koha që NATO përkrahu shqiptarët e Kosovës e gjithë, edhe sot kemi një pozitë ndryshe. Kthimin nuk e bëni me makinë, kthimin e bëni me helikopter. Do më thonë, tonat përgatitje që i bëm një për atë rrugë nuk shkun krejt bosh. Edhe ka ora mazitja, nga ora 5 mazitja me sa më kujtohet, ne përfaqësuesit e qytetit Shkodrës që ishim, do më thonë, gjithë shokë, shkuam atje me përshnet. Edhe këtu është një moment historik shumë interesant, shumë i bukur, sepse kur ishim aty natyrisht na rrishim pak larg, nuk afrohëm te helikopteri.
Ai na pau ne gjithve, ai ishte shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur për çka kishte pa këtë entuziazëm në Shqipëri, edhe unë ishe me rrypin, edhe më thirri. Më tha, Sindeko, vini qua. Edhe në dheri shkova, i putha dorën. Edhe më tha, të falënderoj, tha, përzemërsisht, për pritjen madhështore që më ka bërë Shkodra. Një përshëndetje të veçantë Atit të Shenjtë ja rezervuan zërat e bukur të fëmijëve që në drejtimin e maestro Kujti Malis do të ishin një dhuratë e bukur e shenjë falënderimi për vizitën që Papa bëri në qytetin e Shkodrës. Profesor Alia e kujton kështu atë ditë. Ne atëherë ishim në një godin tjetër, që ishte e famshme Shtëpi Pionerit, dhe ishte krejt afër me Kishën e Madhe. Dhe normalisht na thirren, e kujtoj si tashti në drejtoria arsimore, sepse zyrtarisht njoftohej një vizitë e Papës në qytetin e Shkodrës. Konkretisht si do t'ishte pritja e kështu, domethënë gjitha u bisedun në atë takim kur ishte thujse të gjithë drejtorët e shkollave të qytetit Shkodrës, edhe një grup përfaqësues të arqipeshqvisë, dhe u ra dakord që Mbaçallek konkretisht një grup vokal fëmijësh do ta priste me një mini koncert, po i them. Në tradit korin e kena pas gjithmonë të suksesshëm, dhe si duket dhe kjo ishte që influencoj, megjithatë eventi ishte i rrallë, dhe ne, po i them, ati korit ton i shtum edhe sepse do të bëhej jashtë masivitetit, dhe ram dakord me drejtorët e shkollave që do të përzgjedhim edhe të tjerë fëmijë të talentuar, bëm një inkursion për gjitha shkollat dhe më rritëm me bë një kor do thosha shumë të mirë, e këtë po e them sepse realisht dhe kështu e vlerësuan, dhe eventi ka qenë shumë i bukur, ka qenë një ditë shumë e bukur, emocionet po atjetër, dhe më thënë një personalitet i tillë, vitën Shkodër, në atëherë ishim hapat e parë, hapjes me jashtë, dhe jo gjithkush kishte ardhur në Shkodër, për të thënë shumë pak nga të tilla randje, kështu që emocioni gjithë kokosille ishte shumë i madh, por më vjen mirë se në fund pastaj edhe atmosfera që krijuan fëmijët ishte jashtë masit e bukur, dhe unë ruaj edhe kujtim tjetër shumë bukur, sepse fotot që këto ditë edhe kanë qarkulluar të këtij aktiviteti, mund kanë ardhur me dedikim posaçërisht nga Selia Shenjtë. Sot mas kaq vitesh ndihem jashtë maset mirë që kam qenë pjesë e kësaj pritje, që ky qytet e ka dhe traditë. Shumë personalitete, figura të njohura të qytetit, të gjitha besimeve, ishin aty atë ditë për të përjetuar jo pak emocione të një vizite që erdhi në ditë të vështira për t'i dhënë Shqipërisë dritën e munguar. Ardhin e Papës në Shkodër e morëm vesh nëpërmjet medias atëhershme që ju thu që do vi Papa në Shqipëni dhe në Shkodër. Në ato momente ne kishim marrë një ftesë nga kisha, edhe Haxhi Hafiz Sabri Koçi më rinin myftini të Shkodrës për të marrë Haxhi Faik Hoxhën, edhe mu, edhe disa tjerë që do të shkonim atje. Me një herë masi erdhme këtu, edhe në myftini të Shkodrës, erdhe dhe televizori francez të Vedyshi. Ato i morën një intervizë Haxhi Hafiz Sabri Koçit, edhe e pyeten Haxhi Hafiz Sabri, si arsitoni ardhjen e Papës në Shqipëni dhe në Shkodër? A mos është provokacion që bëhet në jush? Dhe Hafiz Sabri Koçi jo përgjigj, jo tha, është nerë tha që Papa tha vjen në Shqipëni, tha vjen në Shkodër dhe takohet me besimtarët e tij. Ardhja Papës në Shkodër më atë kohë u prit me entuziazëm nga gjithë banorët. Ishte momenti shumë ma mirë që do të vindaj, masi Shqipënia doli nga një sistem ateist, ku feja nuk u leju që të ushtrohej, ku objektet e kultit ishin të shkatrum, ku bibliotekat thesarit të tonisë hyjnore ishte i djegun dhe i marum, dhe Papa erdhi për t'i dhënë kishës një rigjallërim
në përgjithësi edhe pa tjetër edhe të besimeve të tjera, po në veçanti kuptohet kishës. Ardhja papes në Shkodër më të kohë u prit nga banorët e qytetit, kishin dalë qysh të pazari thush e deri të kisha me bëhëritje, me flamuj dhe të ndryshëm. Kështu që po atë ditë në kish, u shugurun 4-5 vit e saj kohë, Monsignor Franudhia Drit Past, Monsignor Zef Simoni, Monsignor Rok Mirdita edhe Robert Ashta. Nërsa Ivan Dies, më atë kohë ishte përfaqësuesi i Vatikanit në Shqipni. Në kish, kishte një pesmarrje jashtëzakonisht madhe, ishte kallëblek dhe gjithë njerëzit kërkonin me çdo kush që takonin papen. Bile pat edhe disa raste shumë emocionuese kur e kujtoj në këtë moment një prej banorëve së rrethit, Marina Dabardaku, i çoi fëmin e vet djalin për ta beku papa. Me të vërtet ishte që Shqipnia ishte hera parë që vjen një pap dhe pa dyshim ato do gëzoj jo marë papa, pa çdo përfaqësues i një komuniteti me artu nga hierarkia më e lartë fetare, është gëzim jo vetëm për atë kishën apo xhamin, por është gëzim për gjithë popullin shqiptar. Nëse marrim anën filozofike apo edhe anën tjetër, thonë që shpresa vdes e fundit, ndërsa feja thot shpresa nuk vdes kurrë. Shpresa jeton. Mi bazën e kësaj edhe papa në bisedën e tij t'i dha për shpresë, për një të ardhme të besimit, për një përtritje të besimit, dhe me të vërtet në atë kohë kisha pati hovet e veta, unë artun shumë kisha e të tjera, por edhe nga ana komunitetit tonë, unë artun shumë xhamie, edhe unë lutem për ju, për Shkodrën, për popullin shqiptar, që të ecin rrugën e paqes, përbarimit dhe progresit. O ju shqiptar, kudo që jeni, adhuroni të madhin Zot se i kujdeset gjithçka për ju. Nuk e kishim menduar kurrë se do të vinte një pap në Shqipëri në ato vite, sepse nuk ishin kohë për të bukura. Se kishim menduar kurrë. Por ja që Perëndia mendon, Perëndia bën dhurata, dhe dhuratën na solli. Solli Papa Giovannin në Shkodër, solli bekimin, puthi tokën shqiptare dhe i dha një bekim shqiptarëve. Pra shqiptarët janë një popull i bekuar dhe nga vetë Papa, i bekuar nga vetë Zoti. Ato vite i kujtoj mjaft mirë, sepse kam qenë pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet që janë zhvilluar. 2 javë përpara njoftohem nga Arqipeshqipëria Katolike për të marrë pjesë në një mbledhje. Aty më dha lajmi që në Shqipëri dhe në Shkodër do të vinte Shetëria Ativ Papa Giovanni II. Me të vërtet ishte një ditë shumë emocionuese kur mora vesh këtë lajm. Ishte një ditë që s'do ta harroj kurrë gjithë jetën time, një ditë e veçantë që s'do ta harroj kurrë, sepse shumë ne shqiptarët kemi pak ditë të veçanta të shënuar në jetën tonë për t'i mbajtur mend. A ditë me erdhen, me qenë se shtëpia ime ishte në katin e 4 të një apartamenti, me erdhen 5 shokët e mi, familje muslimane, dhe më kërkuan që ta ndiqnin ardhin e papës, ta shikonin nga drejtarët e përgjerës sime që ishte në katin e 4, që i bjen përballë sheshit Gjon Pauli II. Pra ishte një këtësia jo vetëm për ne të krishterët, po ishte një këtësia edhe për vetë muslimanit. Dhe në pritin aq të madhe që u bëra ditë shetërisë tij Papa Giovanni II, nuk morën pjesë vetëm të krishterët, po mori pjesë e gjithë Shkodra. Edhe ato që s'mujtën me marrë pjesë fizikisht, ata ishin shpirtërisht e mendërisht, ishin në sheshin Gjon Pauli, duke parë dhe duke dëgjuar fjalimin e tij
të shejtëruar dhe gjithë mesazhet e dashurisë që Papa dha atë ditë. Për mua kjo ditë ka mbetur një në ditët më të shënuar të jetës sime, sepse me të vërtetë ishte dita e parë e lirisë së shqiptarëve. Papa Gjon Pauli I dytë për urin e Shqipëri, lirin e shqiptarëve. Mes këtyre zërave që 25 vite më parë në katedralin e Shkodrës kënduan në meshën e kremtuar nga Papa Gjon Pauli II, është edhe ai I Gjovalin Çunit. Pas kaq shumë vitesh, ai u kujton në këtë formë vizitën dhe përgatitjet që u bën me javë për të pritur atin e shenjtë. Në atë kohë që I takon me kanë 25 vjet më përpara, secili u mundonte me lënë kontributin e vet. Më mend që organizimit ishin të mëdha nga më të ndryshmet, secili pjesë e këtij organizimit kishte detyrat e veta, ndër të tjera unë bajshe pjesë në atë kohë në korin e kishës katedrale. Dhe e dihet tashmë që ceremonitë fetare, liturgjia fetare është e shoqënuar edhe me muzikë. Pra, muzika është pjesë e ceremonive fetare. Edhe kësaj ne të cilët vepronim në kuadër të korit të kishës, që në atë kohë drejtohej nga Gjon Kapidani, filluam punën për përgatitjen e meshës, pra të muzikës që do të shoqënonte papën gjatë ritualit gjatë dhamjes meshës. Natyrisht që ishte një mobilizim I gjithëve, në korin e kishës nuk banin pjesë vetëm elementi katolik, por në korin e kishës banin pjesë çdo njeri I cili kishte aftësi artistike dhe dëshironte që të jepte një kontribut sado të vogël. Për arsye sepse ashtu siç dihet vizita e papës nuk ishte një fest thjesht vetëm për katolik, por ishte një respekt për gjithë popullin shqiptar. Sa ditë përpara kanë nisur përgatitjet për këtë pritje, sepse ishte një ceremoni jo si gjithë të tjerat. Më mend që përgatitja ka nisur muj përpara, për arsye sepse u gjendëm përballë një vështirësie, për arsye se mesha do të shoqërohej me këngë, pa me këngë të hymjes që do të ishin në gjuhën shqipe dhe të muzikume nga autor shqiptar, por nga ana tjetër do të shoqërohej edhe me këngë klasike që e shoqërojnë meshën. Dhe këto këngë klasike që e shoqërojnë meshën, natyrisht që janë këngë të cilët këndohen në gjuhën latine. Edhe ne filluam përgatitjen, që ishte një përgatitje e gjatë dhe përgjithsisht mjaft e vështirë, me pjesë themelore të ceremonisë fetare, siç janë për shembull Credo, Agnus Dei edhe Kyrie. Këto element të muzikës kishtare ishin mjaft të vështira dhe ishin të pa laurume dhe të pa dëgjume nga ne, për arsye sepse ato përpara mbylljes së kishave natyrisht që u këndoshin dhe ishin pjesë e liturgjisë. U pa që forcat artistike në Shkodër nuk janë të mjaftueshme për të kryer këtë shërbes fetare. Dhe njëkohësisht punohej në Shkodër, por njëkohësisht punohej edhe në Prishtinë. Për arsye sepse edhe në Prishtinë filluan përgatitjet me të njëjtin program që në mesh u realizuan nëpërmjet një kori të përbashkët. Dhe ky kori I përbashkët drejtohej nga Gjon Kapidani, por nga ana tjetër edhe kori I Kosovës, me sa më mend drejtohej nga Rauf Llomi. Natyrisht që gjithmonë ashtroi fshehtësia e një vizite, natyrisht u tha që do të përgatitej diçka, jo direkt se do vinte papa, por do të ishte një diçka e madhe në historinë e kishës dhe për këtë duhej përgatit edhe kori I kishës. Sa pjesëtar mund të keni qenë parafërsisht? Mund kena kenë nga Shkodra 30-40 vetë. Pothuajse edhe kaq janë pjesëtarë të korit të Kosovës. Ngjarjet e mëdha duan dokumentim për t'i qëndruar historisë, edhe një mision të tillë mbi supe për shumë vite e pati edhe fotografi ndjer Anxhelin Nënshati.
A ishte atë ditë në katedralën e Shkodrës si një prej fotografëve zyrtar për të shkripur momentet më pikante, jo vetëm të meshës, por të gjithë vizitës së Papa Gjon Pali II në qytetin e Shkodrës. Bashkë me të do të ishte edhe djali i madh i familjes, Leon Nshati, i cili e kujton në këtë formë atë ditë, por edhe mënyrën se si më pas kjo ngjarje do të vijonte edhe për javë, muaj e vite të tëra të ishte në qendër të vëmendjes, pasi besimtarët protagonistë në atë mesh do të vijonin të kërkonin fotografi që Anxhelinë Nshati ju kishte shkëputur nga ajo pjesëmarrje. Pjesëmarrës u bë gjithë qyteti i Shkodrës, pra festa sikur po u nite disa ditë përpara, qysh një natë para që na dolme me prit Nan Terezën te ku sot është kisha Zojs, me bë në një foto, edhe kuptohet në nesër që më rriti Papa me thënë drejtën, me sa kujtohem, ishte një maksimum i festave që njeriu merr pjesë, sepse gjithë shka atë ditë e pranverë ishte e bukur, e gjithë Shkodra ishte e bukur. Njerëzit ishin të karikum prej vetë viteve të asaj kohë, viteve të lirisë që po shijoshim tashmë në qytetin e në Shqipërinë tonë. Atë ditë unë e baba morë me masat, me atë teknikë të asaj kohë që kishim, me dale me ba fotot. Por t'ju sjell aty në për oborrin e Kirës, para se me ardhe Papa, mu më karikune me majtë edhe një fila që është në rrallë e bankave të Kirës, më bane përgjec pa kënë, sepse unë isha shumë i ri, por në me thanë drejten, çdo gjë ishte bukur, çdo gjë ishte pa pas nevojën e këtyne delshin bolla të rojet zvicerane për me e ba ceremoninë. Vetë jeta e fotografit vjen e plotësohet në të tilla momente, sepse kjo lloj shërbimi që ju dha qytetit pat jehon edhe mrapa. Shumë revista, shumë gazeta, shumë njerëz qytetarë të Shkodrës kujtoj që erdhën e tërhoqën e fotot edhe pra jehona zgjati Bajagi edhe si që po shofim zgjati edhe tesh mas 25 vjeç kur ne i thina ka dal edhe vetë baba Anxhelini pra tesh në fakt na mungon, por kjo punë që na lane jeton prep në kujtesën tonë. Kjo fest lidhet me tanë Shqipërinë edhe me sidomos me Shkodrën martire. Edhe më në fund shohim një flamur Bajagi më të lirë që valvitet në qiellin shqiptar të Shkodrës. E kjo pjesë, kjo moment si duket Anxhelinit si fotograf nuk i ka pështu, por e ka fiksu pra këtë lidhje të adhetarizmit me ardhjen e papës, pra me ardhjen e demokracisë në Shqipëri. Për arqipeshvin e Shkodrës i mësot Angelo Masafra, ky 25 vjetori ditës kur Karol Vojtila preku tokën shqiptare, aty ku ai shërben prej kaq shumë vitesh, është i veçantë dhe emocionues. Toka e martirëve u bekua nga dy papë dhe sot kemi shumë çfarë të mësojmë prej shembullit të tyre, por edhe porosive që i lanë bijve të këtij kombi. Ajo ditë me 25 prill 1983 ka qenë një ditë historike, që ka qenë ditë kur Zoti nëpërmjet Papa Gjon Pali II atëherë ka bekuar tokën tonë, edhe erdi me shumë guxim, me dashuri, sepse duke qenë se një pap që erdi nga Polonia, nga Europa e lindjes, që edhe ai ka vujtur shumë nga sistemi komunist në Polonia, dhe nëse ka qenë ndryshe nga sistemi komunist në Shqipëri, atëherë ka ardhur
pikërisht për të rikëmbur, për të dhënë në guxim, për njohje shpirtërore, për ngritjen dhe për të rikëmbur hierarkinë në veçantë, se hierarkia kishte qenë krejt shkatëruar gjatë midis martirëve që ne kemi shpallur 2016, pa që s'ka shpallur, kemi pikërisht i peshkëvin, kemi mestarë, kemi edhe laik, një pjesë e martirëve që shteti shqiptar atëherë i ka zhdukur, por që sot i nderoj, që për dytë erdhi pikërisht për të rithemeluar atë hierarkinë, dhe nuk mund të mos kujtoj i më zot Ivan Dias, që ka qenë në nunci parë në Shqipëri, cili me zellin e ti, me angazhimin e ti, bëri që të vinte Papa Shën Gjon Paul II në Shqipëri, edhe që të shukuron të Katri Peshkëviç, që duhet të përmendim i më zotë Fanilia, të ndjerin i më zotë Roko Mirdit, arqipeshkovi i Tiranës, Durrës, pastaj i më zotë Roberta Ashta, më zotë Zef Simoni, që ka qenë zvenës ausiliari, më mirë, peshko ndimës në Shkodër, edhe në shoh të falenderoj gjithë ata politikantë të saj kohë, gjithë njerëzit që u angazhuan që udhëtimi të shkonte mirë. Nga ajo ditë ne kemi pasur një kishë më e fortë, më e gjallë, Selia e Shenjtë ka pasur njësi të jashtëzakonshme ndaj Shqipërisë, ndaj kishës sonë. Nga ajo ditë, mendoj edhe në bashkëpunim me zellin që ka pasur gjithë mestarët të mbjetuar në komunizmit, të forcuar nga fizikisht, se burgu i ka forcuar, edhe moralisht i ka forcuar, edhe janë angazhuar që të rikuperojnë kohën duke predikuar, duke ungjërzuar, duke bërë sa kanë pasur mundësi, pastaj kanë ardhur thirrjet e tjera. Do të thotë vërtet fillimi i rënkëmbjes së kishës katolike në Shqipëri, edhe mendoj i rënkëmbjes edhe jehon, edhe fjalët që Papa Gjon Paul II ka thënë atëherë në Shkodër, në Tiranë, në shesë e Tiranës, kanë qenë fjalët kanë qenë frymëzuese jo vetëm për kishën katolike, për gjithë edhe atë ditë ai ka thënë me të ditë që Shqipëria të vazhdoi në rrugën e marrëdhënieve ndërfetare komunike më të mira, që mund të jetë një shembull për Europën, ka nxitur për paqe, për mirësi, për drejtësinë, për një rikëmbje edhe ekonomike. Ndoshta në këtë ndoshta shqiptarit, pra societësi nuk ka pranuar se do të kishte pasur një Shqipëri vërtet më e bukur, më e barabartë, edhe që të varfër do kishte qenë më pak, nëse do të kishte qenë investuar, do të kishte pranuar ftesat, edhe para komunizmit, Papa Gjon Paul II ka forur, ka pasur për zemrën Shqipërinë, në kishën tonë që ka vujtur shumë. Për këtë themon është një ditë historike dhe sot, 25 vjetë, ne do të themi gjithçka që jemi, që kemi sot, do të themi faleminderit Zotit, të Krishtit të Shenjtë, faleminderit Shën Gjon Paul II sot të je i shenjtë, edhe kur një shenjtë erdhi në Shqipëri, ka puthur tokën e Shqipërisë, ka qenë tokë e fundit që ka puthur, sepse për probleme shëndetësore, kur ka shkuar nuk ka puthur më tokë si në Shqipëri, edhe kemi ato fotografi të bukura, edhe ka ardhur, atë ditë ishte Dena Teresa, janë takuar, ka bekuar gurin që kemi gurin parë për ndërthimin e shenjtëror që ka qenë krejt shkatëruar, ka ardhur në katedrale, kemi shiguruar me të ditë, ka banuar në këtë në Shpeshkovi, ka dalë në balkon për të bekuar. Ato fotografi janë fotografi historike edhe nga ana e gjeografisë. Sot Shkodra është ndryshe ka një pamje edhe ndërtimore të jashtëzakonshme e zhvillimit. Atëherë themi faleminderit të Papa Shën Gjon Paul II, që ke ardhur në Shqipëri, e ke dashur shumë Shqipërinë, nga qielli na beko e bëçë ato fjalët, që edhe pasardhës të tu, Papa Benedikti, Papa Francesco edhe në Shqipëri, e ne mund të themi, shpeso të mos e gaboj, se dhe në shqiptarët të duam shumë, të kemi dashur shumë, e duam shumë Papa, se Papa është ai njeri i bardhë, i pastër që fletë si sot, është duke folur për të mbrojtur Sirinë, për të mbrojtur muslimanë, për të mbrojtur njerëz të mirë, ato grupe që janë
kërcënuar edhe rrezikojnë zhdukjen edhe nëse nuk janë katolik. Një njeri me veshje të bardhë që është simbol i të gjithë njerëzimit, se njerëzimi tërë ka nevojë për njerëz të tillë që të flasin për të mirën e njerëzimit, pavarësisht nga feja, pavarësisht nga se na bashkon të qenurit të bijtë e Zotit, se Zoti të gjithë jemi bijtë e Tij, ai na ka krijuar edhe shon që ne të jemi një familje e vetme. Shqipëria asaj dite ngjante si një vend pelegrinazhi, ku shqiptarët nga të gjitha trojet kishin marshuar drejt Shkodrës e Tiranës për të parë nga afër dhe përjetuar këtë moment të shënuar. Por Papa Gjon Pali II nuk ndali për asnjë moment së kujtuari dhe punuari për vendin e vogël që kishte ruajtur në xhirin e vet thesare besimi e shembuj që do t'i shërbenin edhe botës. Një vit nga vizita e tij në Shqipëri, në tetorin e 1994-s, Ati i Shenjtë do të merrte si dhuratë Biblën në gjuhën shqipe nga Monsinjor Simon Filipaj. Në 2 nëntorin e 1994-s, gjatë lutjes së Ëngjëllit të Tënë Zot, Ati i Shenjtë njofton se Kolegji i Kardinajve do të pasurohet me 30 kardinal të rinj, ndërmjet të cilëve edhe Don Mikel Koliçi. Më pas në 26 nëntor të po këtij viti, Ati i Shenjtë krijon kardinalin e parë shqiptar, hirësin e tij Mikel Koliçin, i cili merr pjesë në konqistorin e 6. Ngjarjet do të rrillnin njëra pas tjetrës dhe Kisha Katolike vjen duke u rritur dhe forcuar në besim, e jo vetëm në Shqipëri. Ajo jep pafund shembuj të bukura e dëshmi të gjalla të fesë mbar botës, duke treguar se brenda saj ka ditur të ruaj me fanatizëm marrëdhëniet me besimin. Sot Shqipëria nuk mundet ta harrojë Shën Gjon Palin e dytë, njeriu që e lidhi besimi, por edhe historia që vendi ynë, ashtu si Polonia, atë dhe ujti i lindjes kishin kaluar përmes një kalvarit të gjatë vuajtjesh e përsekutimesh të një regjimi të egër komunist që kishte pllakosur Europën atyre ditëve. 25 vite nga dita kur preku tokën shqiptare, shumë gjëra kanë ndryshuar, e natyrisht bijtë e këtij kombi nuk kanë se si t'i harrojnë porositë e Shën Gjon Palit të dytë, ndonse përmes errësirës, tallazeve e lëkundjeve të shumta të kaluara përmes këtyre viteve, kanë kaluar jo pak sprova, por gjithmonë duke ditur të ruajnë besimin e tyre dhe shpresën se nga lart drita e tij do të vijojë të ndriçojë për të gjetur rrugën e duhur drejt një të ardhmeje më të mirë.